Koalicioni i Vlen ka përshëndetur vendimin e deputetes Mimoza Musa për distancimin e saj nga Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit. Lidhur me veprimin e Musës, Vlen shpreh mirënjohje për, siç thuhet, qëndrimin parimor dhe të palëkundur të deputetes. Përmes një komunikate për mediat, koalicioni Vlen konsideron se Mimoza Musa demonstroi integritet të lartë politik dhe institucional gjatë një periudhe të ndjeshme për skenën politike shqiptare në vend. Nga Vlen thonë se qëndrimi i saj është provë qartë se përfaqësimi në kuvend nuk është vetëm një mandat politik, por një mision në shërbim të qytetarëve. Deputetja Musa, përfaqësuese e zgjedhur nga radhat e Aleancës për Shqiptarët, ka qëndruar besnike ndaj vullnetit të 107.000 qytetarëve shqiptar që i dhanë besim këtij koalicioni për të sjellë ndryshimin dhe për të hapur një kapitull të ri të përfaqësimit të ndershëm politik, thuhet në kumtesën e Vlen. Reagimi i Vlen vjen pasi deputetja Mimoza Musa njoftoi mbrëmjen e djeshme në një postim në profilin e saj në Facebook se po largohet nga ASH-ja e Arben Taravarit. Në njoftim, Musa shton se nuk do ta tradhtoj besimin e votuesve dhe thot se do t'i shërbej me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që i dha besimin më 8 maj, një vit më parë. Musa është deputeti i dytë që largohet nga Aleanca për Shqiptarët. Më parë, Salim Sulejmani bëri të njëjtën gjë, duke dhënë dorëheqjen si deputet dhe nga pozicionet partijake në Aleancën për Shqiptarët. Ndërkohë, pas përçarjeve të fundit në Aleancën për Shqiptarët, kreu i kësaj partie, Arben Taravari, mblodhi kuventarët për të vendosur se si do të veprojnë në të ardhmen. Pas mbledhjes, Taravari njoftoi për përjashtim nga partia të 8 antarëve të kryesisë, përfshirë edhe kryetarin e kuvendit të partisë, Arben Fetai. Se për shkak të veprimeve të cilat janë kundër partisë, kryetari i kuvendit u shkarkua, një zërit, dhe prej sot kryetar kuvendi i ri u zgjodh zotrin Nazim Tajipi, domethënë kemi kryetar të ri të kuvendit, të partisë Aleancë për Shqiptarët, e katërta ishte komisioni statutar dhe juridik, praktikisht ndruam disa antarë të atij komisionit për funksionim më të mirë të komisionit, pasi që disa prej atyre dhe nuk përgjigjeshin ftesave që i bënim si parti. Zëvendës kryeministri aktual për qeverisje të mirë Arben Fetai i emëruar në këtë pozicion si kuadër i ASH-s e që më pas u largua nga ASH e Taravarit, falenderoi kolegen e tij të partisë për qëndrimin e saj të fortë. Ndërkaq, sot Taravari mbeti edhe pa kryetaren e forumit rinor të Aleancës për Shqiptarët, Yllka Nureddini, e cila vendosi t'i bashkohet Arben Fetait. Taravari tha që ASH e rikonfirmoi vendimin partijak të kryesisë që nuk do të veprojë më si pjesë e koalicionit Vlen dhe shtoi se në zgjedhjet e ardhshme lokale do të garojë vetëm si subjekt politik.